një pacient që pëson infarkt apo dyshohet që ka pësuar infarkt akut të miokardit, duhet sa më shpejt të lajmërohet në një qendër mjekësore apo të lajmëron ndihmën e shpejtë në formë që ta merr tretmanin sa më herët e duhur, profesional dhe të specializuar. Po në kushte shtëpie, doktor, derisa të vije ekipi mjekësor, a keni ndonjë këshill, ndonjë sugjerim? Nëse pacientët kanë në shtëpi aspirin, e cila është një antiagregus, mund të marrin një aspirin, të hapin një dritare, të marrin ajër të pastër dhe menjëherë të thirrin ndihmën e shpejtë për me marrë tretmane specializuar, sepse vetëm me tretman profesional mund të arrihet deri tek trajtimi. Domethënë nuk ka ndonjë masë alternative për trajtimin e infarktit akut të miokardit përpos trajtimit profesional dhe të specializuar. Sa më herët të rivendoset çakullimi i gjakut në enën e mbyllur, aq më të pakta janë komplikimet e hershme dhe të vonshme të infarktit akut të miokardit. Sot është e mundur në Republikën e Kosovës që të arrihet brenda nga secila pikë e Kosovës, të arrihet në një qendër të PCI-t brenda 2 ore nga fillimi i dhimbjeve të gjoksit, ku rekomandohet koronarografia dhe vendosja stentit në hapjen e arterjes fajtore, e cila ka shkaktuar infarktin akut të miokardit.